Ne ma voda, hiq ujo, hiq fare, 20 vjet, hiq uj. E tani vjet dhe qikinato, Dori, se tani i gjithë fshati ka uje, kupton, edhe këska... Ku shkoj? Ku shkoj? O Dori, ku jere? O ki ku shkoj? Ku je, o Dori? O Devi! O Devo, ti jemë! Ku shkoj? O Devi! Ku ke shkuar, o vlla? Në Morav! Po qdo në Morav, o qyp? Erdha për gjithë ty pa në bathje, po për ujnë, pra për pa ujnë. Për ujnë ke shkuar deri aty? Po për ujnë, më vlla, për ujnë. O i shkreti ti edhe i shkreti popull qheq. Duhet kaloi 20 male, 20 fusha, 20 dete për të marrë një gjë që është krejtësisht normale. Uj po kërkojnë, nuk po kërkojnë tendera. Por o vena jonë, gocë strime, gocë garipe. I fut kraun, zotris. Më falë, dhe qoj ke burimi dhe nuk i dha uja je? Po jo ke burimi, o jo. E qoj me njerë ke ujësjelësi i Korçës. Kaloni, ju lutem desha takoja pak drejtorin. Drejtori nuk është. Alo. Alo, zoti Nikola, përshëndetje. Po? Si jeni, si kaloni? Si jeni? Jeni drejtori i ujësjellës kanalizime Korçë, apo jo? Po, të lutem më thuaj. Jam Rovena Cerka, gazetare nga News 24. Ju lutem, jam në drejtori dhe më thanë që nuk jeni këtu dhe s'keni qenë sot. Keni mundësi t'ju takoj 5 minuta? Po, për ndonjë gjysmore, sepse jam në një defekt. Në Pustec është bërë një projekt dhe ja kemi lënë si piklidhje, por zotria tha, e dua, do ta zgjidh privatisht se si do ta marr nga pika e lidhjes ujë. Unë e kuptoj tensionin tuaj. Unë e kuptoj tensionin, por nuk besoj se ka arsye. Jo, nuk kam tension fare. Do me thënë, ti e ke depon këtu, dhe ti e shtron vetëm 12 metra në distancë? Të lutem, nga linja që kalon në përfshat, ne i ofrojmë abonentit 12 metro shërbim dhe pjesën tjetër se ky është jashtë fshatit, nëse zotria. Po çfarë tarife shërbimi pra shko sa ai nuk merr shërbim? Po çfarë duhet të paguaj taksat? Sido që të jetë ujësillësi nuk e ngjit dot ujin në Maj të Malit. Po si në Maj të Malit, se i gjithë fshati është në Maj të Malit aty. Nepali ka thënë, më lini një piklidhje, do ta marr siç ka marrë energjinë elektrike, do ta marr dhe ujin. Është e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë. Tani, fjalën nuk mund të besojmë, kështu që faleminderit. Ne kemi diskutuar, ke qenë në Pustec. Po tash të marr çrzona dhe unë mos marr kuaj ke parti. Nuk ta ofron dot shërbimin aty ujësillësi. Po ta kishe ti atë shërbimin. Sepse është jashtë, kështu që dërgoni një shkresë do ju kthejmë përgjigje. Faleminderit. Tani, hajde pak sqarohu me zotrin, se nuk është... Sandri. Pavli thot që nuk e ka marrë përsipër për ta lidhur vetë. Nuk i besojmë dot fjalëve, se janë fjalë rrugësh. Hajde ne dërgoni një shkresë do ju kthejmë përgjigje. Të lutem, në mbas të kodit të ujit, ne ofrojmë 12 metro, të lutem. 12 metra. Po abonentëve të tjerë si ua ke dërguar? Të tërëve 12 metro nga linja kryesore. Është ligj. Unë jam 600 metra. Po nëse 600 ke jashtë rrjetit, prandaj pikërisht nuk kemi ofrojmë shërbim. Tani të lutem, shiko se nuk është normale kjo. Mos e prek operatorin me dorë. Zoti Nikola. Tani të lutem shumë. Jemi në institucion, dërgoni një shkresë, të lutem. Jemi në institucion. Ne kemi ardhur dhe ju më thatë që do na prisni ju. A keni një dokument? Dërgoni një shkresë. Dokument që zotria e ka marrë vetë për Zonjë, të lutem, brenda institucionit, të lutem, dërgoni një shkresë do ju sqaroj. Po. Jo. Sqaroni është i njohur nga shteti. Dakor, nuk ta abuzojnë. Atëre, të lutem, dërgoni një shkresë. Puna më e madhe është kjo ta zgjidhësh djalimbarë. Si ta zgjidh? Se jam vetë unë me. Pikërisht na dërgoni një kërkesë, do t'i kthejmë përgjigje çfarë zgjidhje do marrim. Po do na lesh të punojmë, të lutem. Po si do të lë të punosh ti? Po pra se jam në punë. Që të punojnë. Po jo bre njerëzit. Ti nuk i lidh ujin. Të lutem, unë i kam lidhur ujin. Ku e ke? Është do ta gjej. Do dërgoni një shkresë Po. Nuk lejoj të brenda tash. Zoti Nikola, një sekond, ju lutem. Nuk lejoj të brenda tash. Zonjë. Po ç'është për ti zonjë në rejtë? Tani nuk është sjellje kjo, goxha burr të mbash derën kështu.
sqarova, më dërgoj një hajde shkresë. më sqaro si Po të duhet. sqaroj, më dërgoj një Më shkresë. sqaro si duhet. Po si të sqaroj? Më trego shkresa që ti ke. Ai Më ka dërgoj, marrë si jo, të thash janë në pustec. Më dërgoj një shkresë dhe do të sqaroj me detaje. Po Të nuk lutem. bëhen të gjitha gjërat me Se nuk bëjmë unë të shkresa. çfarë. Po shtur çfarë? Po shtur kesh bën ju, të shkon me Po çfarë po bëj? syr. Do iki se kam punë. Do ikësh se ke punë. Po qytetari që ka 2 vite që të pretendon Nuk ka 2 vite sepse ajo është akoma në Po qytetari që paguan taksat se ujësjellësit Do të taksat, dhe pa merak. ndërkohë që nuk ka shërbim, do të nuk është pa zgjidhim, ajo isur me ujësjellës nuk ujë. është marrë akoma në dorëzim, kemi kohë do ta zgjidhim. Ka lidhur qytetari një kontratë me ju? Po. Ja keni çuar ju shërbimin për cilin ai e ka lidhur kontratën? Po. Për I ka atë bërë ai pagesat e duhura? Nuk e di për pagesat, do t'i shikojmë në sistem. Pagesat janë bërë. Ndërkohë ju e keni përmbushur detyrën tuaj? Nuk e kemi përmbysh, do ta shikojmë. Është në njësinë e Pustecit, nuk është në njësinë e Korçës, Po? abonenti. Do të më dërgoj një shkresë, do ja kompletoj dokumentacionin, do ja dërgoj. Faleminderit. Punë të mbarë. Pavli, çfarë të tha Sandri? Tani që të ndaloj këtu. Turp të keq që më kërkon mua llogari. Kjo është shumë çudi e madhe. Të kërkosh llogari për unë atë që do harxoj do ta paguaj. Haj pa do shikosh.